Çudirat shqiptare ndonjëherë nuk kanë të mbaruar, por kryesisht çudirat nuk ndodhin vetëm në Shqipëri, më ndodhin edhe në botë. Gjithsesi një nga çuditë që ndodhin sot në ambientin që na rrethon, është një problem familjar, një problem i diskutueshëm, një problem të cilën themi vetë si do vej fëmia në shkollë. Çfarë do bëjmë me fëmijën? Po ti shikosh sot për shembull, jemi pak kënaqur me ato që na vjen, me brezin. Pse do thoni? Po ti shkosh sa me piercing, sa që pin duhan, celularin nga veshi në vesh, nuk din e tha mirë polici. E kam shkëlqyer me mësime, nuk e njeh shtatën. 4, 5, sa kur i thaj, më fali tha, e ke dëgjuar tha poezin? Milazim, hyqe ta borë, lëri djemë të mi të shkojnë, se të kuq të boj me boj. Thoshte mësusja, kurse nxënësi tha, zoti mësus, do më falësh, po mirë, Çerçizi din e turqisht. Se si do ta thoshte. Por, në gjithë këtë, unë nuk i them se çfarë mund të ndodhi. Të gjitha shikojmë, po neve nga gjithë kjo kemi mbledhur me 2 personazhe, 2 nxënëse të cilat i ndjekim tani së bashku në Portokalli. Ndjekim së bashku. Shkrimtarët e Brezit të humbur janë një grup shkrimtarësh amerikanë që u rebeluan ndaj Amerikës së viteve 900. Ata ishin shumë interesuar. O, papagalli Kacurel! Mbarove? Po le një minutë mësimit dhe më thuaj sa e bukur jam për sot. A do mlesh rahat se nuk di as në gjëm, kam thënë që kjo zysha e re është shumë e egër. Mirë. Se erdi. Mirë mëgjes. Dita. Ku e kam parë unë këtë? Po na shajnë. Unë am marrë shumë të keqen. Kush po na shajnë me qelpsira dhe drejshit? Mos më dil nga tema. Po. Ku e kemi parë të zyshën? Prit televizor? Ku ka surrat për televizor ajo? Po. Te bloku më duke. Fiks. Te babi! Kjo është ajo që ishte kombinuar pa kombinimi. Po, ajo që u bot tap edhe hypim i tavolin të kërstu gjithë natën. I me të hap barkun ajo. Me shpifi. Po, pra, po si e le burri një arpa mirë. Qa burri, ku ka burri ajo? Burri sa e mori vesh qa ishte e la? E ndaua? Po. Qa thua, po a i lodhuri që kërcete me shishe tequila në kokush ishte? Dashnori vet. I dashuri? Dashnori, se nuk është ndarë akoma me letra nga burri ajo. Ah, okej, po. E se po shef këte, se të shkam një përshtypje që do në ngrej. Më kanë thënë që ngren vetëm gocat e bukra kjo mësim. Pse s'thua ti që më ngriti direkt mua? Po zysh ne jemi ato të rejat. Unë jam Bela, kjo është Stella. Stella. Shi si bën sikur s'na nje. E pra. Po, pse ndruam klas? Po, pse nuk të thanë? A, do ta gjësh nga ne? E po ne nuk merremi me thashe theme zysh. Po, të fillojmë me mësimin e ditës. Atëhere, të lutem, sa të përqëndrohem pak. A mundem? Ndërkohë mund ngresh ndonjë tjetër. Po zysh, kam mësuar, si zakonisht, ti e dit, po. Madje kur ishim te klasa tjetër, unë gjithmonë ngresha me dëshirë, isha e vetmja, po. Më ndihmo në gjë, më thënë gjë. Sa të përqëndrohen. Ta tregojmë përqendrimin të. Zyshe, aty. Sa të shkoka kjo bluza me këto këpucët? Ku je kombinuar ka që bukur? Po flokët, fantastike, shumë e bukur e bërsa. Komplimente, komplimente. O zyshe, Bela u përqëndruj që kësi shumë. Shtrige drejshit. Po zysh, të flasë për kë? Përfaqësuesi i shkrimtarëve të Brezit të humbur. Po, ku? Tani, ky e kishte emrin nisi. Everesti është Malmi. Ernest zysh. Po, dhe mbi emrin? Duhet mbi emri pa tjetër zysh? Po, okej, Hemingway, zysh. Po, edhe veprat e ti, vepra kryesore e ti ishte kjo e plakut. Jo, e plakut dhe xhepi dhe ishte mbreti. Plaku dhe mbreti. Jo, mbreti dhe plaku. Plaku dhe deti zysh, se kam lexuar shumë libra dhe më ngatarojnë titujt. Po, tani, më sot të ngeca unë. Trashat e ky libri, a tregoj filmin?
filmin. Po, atëre. Plaku zgjua herët në mëngjes dhe mendoi, megjithëse se ishte ditë e bukur, të shkonte në det për të peshkuar. Dhe dhe u veshi rrobat e banjos, veshi syzet, jo, vuri syzet, mori edhe çadrën edhe u nis për peshk. Çadrën thashë zyshe, jo, ishte varkën zyshe, mori edhe u nis për peshk. Dhe gjatë kohës tani që po shikonte detin, zuri një balen. Jo, një kështu koc, shpat. Jo, barbun, merluc, njala, jo, fruta deti, qa zuri ky? Sa do shkonte në cikë salatje shile me i gotë vertë bardhë. Po mos u talmi. O, mësë më hajtë bukë. Po zysh, ishte peshk i madh, se ngatarojnë to emrat. Edhe e lidhi peshkun tani me litar te varka dhe u nis për në breg, me që kishte peshkuar mirë. Dhe gjatë asaj kohe tani vjen një peshka qend, edhe e han peshkun. Edhe kjo ishte pjesa kulmore, pastaj u bën një skenë llatarshme aty, si vazhdon pastaj. Pastaj nuk e pash film se më zuri gjaku. Si mi zuri gjaku? Po, jam e ndjeshme. Zysh, nuk po më tregon Stella asgjë, ja pyet vet. Jo, mi zysh. Ja, nuk po i tregoja Belës, ajo ka parë vetë filmin. Librin e ka lexuar, e lexuan bashkë, po. Vazhdoja tu ku e la Bela. O zysh, po s'ka nevojë se Bela e tha deri në fund, pastaj dalin titrat, mbaron filmi, s'ka më. Po. Të them mesazhin filozofik të veprës, po. Mesazhi filozofik i veprës. Çfarë ishte ky mesazh çosh? Ku shoh Explorer unë? Po, SMS-ja e kësaj vepre ishte, a zysh SMS mesazh e njëjta gjë, po thash ti bija shkurt. Okej. Mesazhi i kësaj vepre ishte që kur je plak, mos dit për peshk se të hapesh kaqeni. Po, zyshe edhe, shko bëjnë e gjë atyre flokve, po, shko bëjnë e gjë, se kështu si që je, do na bësh kruajmë në një roman, plaka dhe dy nxënëset. E bukur, e? 4. Unë 4? Seriozisht e këti me ato flok për më vemu 4 mi? Ua! Qa i ka bërë vete? Tes! Zyshe, ka marrë 100 kadra deri tani, po nuk ka guxuar njerit në gjuaj me shkumës. More vesh apo jo? Po sigur unë t'isha duke folur me gojë hapur, e të më shkonte shkumë si n'goj, edhe të m'kalonte nga bajamet, e të m'geste n'gryk, e të mere i firma dhe të vdisja unë, qa do bëje ti pastaj? Po sigur Stella pastaj nga duke ju shmangur shkumësit të mbinte mua me kokë, edhe unë pastaj të përplasësha në bank, edhe pastaj përplasësha në tokë, e pastaj plasë të donja mora gjithë cerebrale, edhe pastaj të bia koma, ha? Që thua ti? Biles më keq akoma. Sigur ne të dyja nga një goditje e fort në tru të binim të dyja në koma. Qa të të ngelte ty pastaj? Vetëm një vrarje në ndërgjegje do të të mbeste. Një vrarje... Ja... Kjo nuk durohet, e? Jo, kjo është e tepërt. Kjo ishte kulmi zysh. Unë do shkoj t'i them drejtorit. Baje më po si thash. Po, do vemi te drejtorit dhe t'i themi sepse ose ti, ose ne në të shkallë të poshtër. Kriminele.